Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma. Në mëngjesin e 29 tetorit të vitit 2023, ndërsa dielli linte mbi Bosfor dhe Turqia bëhej gati të festonte me parad 100 vjetorin e Republikës së saj, atmosfera ishte shumë e rënduar. Nuk ishte thjesht një fest kombëtare. Rreth 1.5 milion njerëz u derdhën në pistat e aeroportit Kemal Atatürk, jo për të parë fishekzjarët, por për të dëgjuar një manifest të ri gjeopolitik. Presidenti Erdogan, me një ton që nuk ishte dëgjuar në dekada, lëshoi atë që The New York Times do ta quante pak më vonë ndarjen përfundimtare me status quo pro-perëndimore në rajonin e lindjes së mesme. Izrael, ne mund të vinë pa pritur një natë. Ky citat i Erdogan nuk ishte thjesht një retorik elektorale. Ishte shkëndia e parë e një zjarri që sot në vitin 2026 po dominon çdo tryezë të Këshillit të Sigurimit. Pyetja që lindesht, apo hyn lindja e mesme në një fazë të re për shkallëzimi, apo shfaqet Turqia si emri i radhës në këtë ekuacion, apo përplaset Turqia me Izraelin në mes dhe në lindjen e mesme dhe në Ballkan? Sonte do të flasim për një sinjal që po përsëritet gjithnjë më shpesh. Deri dje, moll e sherrit ishte vetëm Irani. Sot narrativa po lëviz. Gazeta izraelite The Jerusalem Post shkrua në analizën e saj kryesore se vija e kuqe mes Ankaras dhe Tel Avivit nuk është më e kuqe. Tashmë ajo është një vijë e zezë. Po çfarë do të thotë kjo? Të hymë të kuptojmë anatominë e krizës dhe kurthin e Tukitidit këtu në mesdhe. Për ta kuptuar këtë situatë, duhet të kthehemi tek një koncept që daton 2400 vjet më parë. Historiani grek Tukididi vuri re se kur një fuqi në rritje si Athina kërcënon një fuqi dominuese si Sparta, lufta bëhet pothuajse e pashmangshme. E kam shpjeguar edhe më parë. Sot kurthi i Tukitidit po luhet mes Izraelit, i cili kërkon të ruaj superioritetin e tij absolut, qualitative military edge, dhe Turqisë, e cila kërkon të kthehet në rolin e saj historik si lider i rajonit. Në mesditën e 14 prillit 2024, bota pa provën e parë gjenerale të një lufte rajonale ku Irani sulmoi Izraelin drejt për së drejtë. Por ajo që ndodhi në prapasken ishte akoma më interesant. Turqia refuzoi të hapte hapësirën e saj ajrore për operacionet e inteligjencës perëndimore kundër Iranit. Çfarë ishte duke ndodhur? Hormuzi sërish kthehet tehu i briskut global. Instituti Chatham House në Londër, në raportin e tij të fundit të sigurisë, thekson: nëse ngushtica e Hormuzit bllokohet qoftë dhe për 48 orë, çmimi i naftës do të kalonte asë kohë pra, kur doli $150 për fuqi, duke shkaktuar një recesion që do ta gjunjëzonte menjëherë ekonomitë e brishta të lindjes mesme dhe të Ballkanit, por edhe të botës. Çfarë thon mediat e Ballkanit? Portali Balkan Insight vëren se ky tension nuk është më atje larg në lindjen mesme. Ai ndihet në të gjitha narrativat fetare dhe politike në Tiranë, në Prishtinë, Sarajevo dhe në gjithë Ballkanin, ku Turqia shihet jo më thjesht si aleat i NATO-s, por si vëllai i madh, i cili sfidon në rendin e vjetër botëror, dhe kjo ngre pyetje të mëdha. Përplasja Turqi-Izrael, lufta e re e perceptimeve, a do të vinë në Ballkan apo do të qëndrojë vetëm atje? Nëse dikur bashkëpunimi ushtarak mes Turqisë dhe Izraelit ishte shtylla e sigurisë në mesdhe dhe në lindjen e mesme, kujtojmë stërvitjet e përbashkëta ajrore të viteve 90 mes Izraelit dhe Turqisë, sot kemi një epokë krejt tjetër. Gazeta izraelite Haaretz e përshkruan këtë si divorcin më të dhimbshëm gjeopolitik të shekullit. Pra edhe në Izrael e din që tashmë e kanë humbur Turqinë. Në diskursin izraelit, këto deklarata të Ankaras, që po ndodhin sot, interpretohen si një përpjekje për të islamizuar politikën e jashtme turke. Megjithatë, në Turqi perceptimi është krejt i ndryshëm. Analistët e Daily Sabah theksojnë se Izraeli po krijon një hark të sigurisë me Greqinë dhe me Kipron,
Për çfarë? Për të izoluar Turqinë nga burimet e gazit në det. Prandaj kjo përplasje e fortë deklaratash mes Ankaras dhe Tel Avivit. Paralelizmi historik, kjo situatë i ngjan shumë fillim shekullit 20 kur perandoria britanike dhe ajo ruse luanin lojën e madhe The Great Game mbi kontrollin e Azisë Qendrore. Sot, miqtë e dashur, Turqia dhe Izraeli po luajnë lojën e madhe të Mesdheut. Kush do t'i kontrolloj rrugët e energjisë? Kush do t'i jetë ndërmjetësi i vetëm mes lindjes dhe perëndimit? Kjo është një pyetje e madhe që do përgjigjet. Apo bëhet Ankaraja Teherani i ri, siç ka pretenduar Izraeli her pas here? Ky në fakt është pyetësori që po qarkullon sot në korridoret e Pentagonit. Instituti Amerikan për Siguri, Center for a New American Security, CNAS-ja, ka publikuar një dokument ku thuhet sfida e Turqisë është më e vështirë se ajo e Iranit, sepse Turqia është bombë brenda sistemit. Ti mund ta sanksionosh Iranin. Turqia po aplikon atë që quhet autonomia strategjike. Ajo nuk kërkon të bëhet Iran, sepse nuk e do izolimin. Ajo po kërkon që të bëhet një palë e tretë e rëndësishme e rajonit. Dhe këtu shkojmë tek një paralelizëm me Charles de Gaulle, ashtu siç Franca në vitet 60 që u tërhoq nga komanda ushtarake e NATO-s për të treguar se nuk ishte vasale e Washingtonit, Turqia po ndjek të njëjtën rrugë dhe të njëjtën skem me të Charles de Gaullit në vitin 60. Zëri i mediave ndërkombëtare, si për shembull Al Jazeera, raporton se ajo që po shohim është lindja e një poli të një fuqie që nuk i bindet as Teheranit dhe as Washingtonit. Pra, është një fuqi e re e cila tenton të zbërthej apo të zëvendësojë Iranin. Cili do të jetë impakti në Ballkan? Dominoja e parë. Po çfarë do të thotë kjo për ne në Ballkan? Pse një politikan në Shqipëri apo në Kosovë duhet qëndrojë zgjuar natën dhe ditën për shkak të këtyre deklaratave dhe të kësaj përplasje ndërmjet Ankaras dhe Tel Avivit? Ballkani është historikisht hapësira ku përplasjet e lindjes mesme gjejnë fushën e tyre të lojës apo fushën e dytë të lojës së madhe. Është lufta e narrativave. Nëse Turqia dhe Izraeli ashpërsohen, shoqëritë tona do të ndahen. Kjo krijon destabilizim të brendshëm, i cili i trondit nga themelet Ballkanit. Investimet e Izraelit në teknologjinë e mbrojtjes në Ballkan dhe prezenca e inteligjencës turke, shërbimet sekrete turke, MIT-it, po rriten të dyja paralelisht. Dhe ne jemi në një terren ku dy fuqi, Izraeli dhe Turqia, po masin forcat përmes asaj që quhet soft power. Ne jemi konsumator të energjisë. Çdo tension në Hormuz na godet drejt për së drejti dhe çdo tension në lindjen e mesme mes Turqisë dhe Izraelit. Dhe këtu shohim dhe mbrim në përfundimin se kur tensioni kthehet në normalitet, në fund të ditës duhet flasim pa dorashk. Nuk jemi ende në një luftë frontale, por në një luftë ku forcat po masin peshën e tyre specifike, kur secila palë ka nisur seriozisht ta bind veten se është engjëlli dhe se pala tjetër është djalli. Po të shkojmë të kuptojmë atë që thuhet në gazetën The Economist, do të lexojmë të thuhet në lindjen e mesme gjuha e diplomacisë është zëvendësuar nga gjuha e kërcënimit. Pse ndodh kjo? Kjo meriton një emision vete, por kjo tashmë është duke ndodhur zyrtarisht. Dhe këtu duhet përpiqemi të kuptojmë ethet e Mesdheut, ethet e lindjes së mesme, ethet e përplasjes Ankara-Tel Aviv, si transferohen në Ballkan dhe si vinë këtu. Duhet të shikojmë atë që quhet harku i tensionit nga Jeruzalemi në Tiranë. Harku i tensionit nga Bosfori në Adriatik. Nëse e vështrojmë sot hartën e tensioneve globale, do të shohim një linjë të padukshme, por elektrizuese që nis nga rrugicat e Gazës,
kalon përmes pallatit presidencial në Ankara dhe përfundon në brigjet e Jonit deri në malet më të larta të Ballkanit. Në mbrëmjen e 14 prillit 2026, ndërsa retorika mes Turqisë dhe Izraelit ka mbritur pikën më të madhe ku diplomatët nuk përdorin më fjalë por ultimatume, bota kuptoi një të vërtetë të hidhur. Lindja e Mesme nuk është më një ishull krizash, ajo është një epicentër globale e cila dërgon kudo në botë valë tronditse. Kur presidenti Erdogan paralajmëron Izraelin, ai nuk po flet vetëm për mbrojtjen e një kauze fetare, ai po shpall Turqinë si një fuqi që nuk njeh kufi në influencën e saj. Por ndërsa sytë e botës janë te raketat dhe dronët atje në shkretirën e lindjes mesme, në prapasken por i zgjohen ethet e forta të Egjeut dhe të Mesdheut. Nuk është rastësi që sa herë tensioni rritet në Jeruzalem, aq më shumë mprehen tonet mes Athinës dhe Ankaras. Dy rivalet historik, ky sherr shekullor për ujërat dhe qiejt e Egjeut, po zëvendësohet me shpejtësi të llahtarshme. Ballkani, kjo qendër e tensionit fillon të dridhet sërish. Shqipëria nuk po flasim më thjesht për ishujt e pabanuar apo për kufit detar që nisin e përfundojnë në hartat e vjetra. Po flasim për një përplasje që ka zbritur në tokë, këtu në oborrin ton ballkanik dhe atë shqiptar. Apo shndërrohet Shqipëria në airbagun e tensioneve mes Ankaras dhe Athinës dhe Tel Avivit? Kush e kontrollon vërtet butonin e influencës në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup? Dhe këtu duhet kuptojmë atë që quhet anatomia e rivalitetit, doktrina e hapësirës jetike. Për të kuptuar këtë, miq të dashur, duhet shohim përtej buzëqeshjeve diplomatike. Greqia e sheh Ballkanin si buffer zone të saj, natyrore, një hapësirë ku ajo duhet të jetë zëri i vetëm i Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Turqia e sheh Ballkanin si zemrën e dikurshme të perandorisë osmane, ku pa influencën e saj, ajo mbetet strategjikisht e rrethuar dhe gjendet në një moment shumë të vështirë. Dhe këtu kthehemi te kurthi i Trakës në versionin shqiptar. Instituti grek Elamep në Athinë ka paralajmëruar rritja e prezencës ushtarake turke në Shqipëri dhe në Kosovë nuk është vetëm mbrojtje, është rrethim strategjik i Greqisë nga veriu i saj. Ndërsa mediat e Ballkanit flasin dhe vërejnë se ky rivalitet mes Turqisë dhe Athinës dhe Izraelit është kthyer në një ankand influence ku Greqia përdor veton apo integrimin si karrot, Turqia hap çeqet e investimeve dhe bazat e mbrojtjes si garanci për miqt dhe alatët e saj të re. Dhe këtu nis me njëherë betejë e narrativave, feja, historia dhe dronët, përplasur me njëri tjetrin. Në këtë fushë betejë, armët janë gjithmonë prej hekuri. Greqia operon edhe ajo gjithashtu me soft power institucional, kisha ortodokse, shkollat greke dhe investimet bankare. Strategjia e Athinës është e qartë, ne jemi dera juaj e vetme drejt Brukselit, po deshët do vini këtu. Gazeta izraelite Haaretz, duke vëzhguar me kujdes Ballkanin, shkruan dhe thot Greqia përdor veton si armë, Turqia përdor nostalgjin neo-otomane apo osmane si strategjitë saj. Turqia operon me hard power emocional, restaurim xhamish, investimet në pikat kyçet energjetikës dhe mbi të gjitha diplomacia e mbrojtjes. Ulësitë e para të dronëve Bayraktar në Kuçov nuk ishin thjesht një blerje, ishin deklarata të pronësisë gjeopolitike të Turqisë për Shqipërinë dhe rajonin. Dhe paralelizmi historik shfaqet këtu. Kjo histori i ngjan shumë shekullit 19 kur Austro-Hungaria dhe Rusia luftonin për shpirtin e shteteve të reja ballkanike. Sot aktorët kanë ndryshuar, por skema mbetet po ajo, një luftë për të përcaktuar orientimin strategjik të Tiranës, luftë që po zhvillohet në nëndheun e Shqipërisë.
Shqipëria tashmë është një epicentër e kësaj loje të madhe. Pse Shqipëria është kaq jetike sot? Sepse është i vetmi vend që ka dalje në të dyja sferat dhe mundet të prish balancën e Egjeut pa u shkrepur asnjë plumb. Dhe ne duhet ta kuptojmë mirë shumë këtë rol të Shqipërisë. Vija e kuqe detare për plasja për detin jon nuk është thjesht mes Tiranës dhe Athinës. Në prapasken fshihet frika e Greqisë së një aleance të ngushtë ushtarake mes Tiranës dhe Ankaras, e cila mund të krijojë një prezencë detare turke në Adriatik, duke mbyllur Greqinë brenda një patkoji turk, të cilin ajo nuk e duron dot. Dhe këtu vim tek konkurenca e inteligjencës. Mediat greke si Kathimerini raportojnë me tone alarmi për rritjen e aktivitetit shërbimeve sekrete turke, ndërsa TRT World në Turqi portretizon Athinën si shantazhuesen që mban peng ëndrrën europiane të shqiptarëve. Betejë bëhet e ftohtë këtu në tokën shqiptare. Instituti Amerikan për Siguri CNAS thekson Shqipëria është bërë fusha e shahut ku lëvizjet e Erdoganit dhe të Mitsotakisit ndiqen me GPS dhe nga radarët e imët të Washingtonit. Në këtu shkojmë dhe kuptojmë diçka të madhe. Ne, shqiptarët, jemi spektator apo mish për top. Në fund të ditës duhet ta themi hapur. Nuk kemi një luftë frontale në horizont, nuk kemi nevojë për panik, por kemi një konkurrencë të ashpër agresive që po shkon për thyerje kockash. Historia na ka treguar se kur dy fuqi të mëdha përplasen në Ballkan, vendet e vogla ose përfitojnë duke luajtur me dy karta ose shtypen midis atyre dy fuqive. Greqia mbetet partneri ekonomik dhe viza për familjen europiane. Turqia mbetet vllai i madh që mbron, që na merr në mbrojtje kur perëndimi heziton dhe nuk e shef Greqinë. Pyetja për ne nuk është se cilin krah të zgjedhim, por si të mos bëhemi mish për top në një rivalitet që nisi 200 vjet më parë dhe që sot po rindizet nga shkëmbijat e lindjes mesme përplasjes Izrael-Ankara. Sepse siç thot The Economist, në Ballkan, paqja është thjesht periudha ku dy fqinj prehin thikat në tavolinë dhe bëhen gati t'ia ngulin njëri tjetrit. Dhe sot, miq të dashur, vëllezër dhe motra shqiptar, thikat janë më të mprehta se kur. Kaq kisha për sonte. Natën e mirë, çoja në video në pjesës tjetër shqiptarëve, sepse duhet i dëgjojnë këto analiza kaq të rëndësishme. Bëjeni like, share, subscribe, abononi në kanal dhe do të rishihemi shpejt. Edhe një herë natën.